E kisha një kontakt, e triltat e lokali, kemi pirë kafe, shkonin shumë burre grua. Para 25 vjetë kam marrë trullin e burrit tim këtu, edhe i hynim dhe dilnim përpara. Kanë qenë shumë njerëz të mirë. Nuk e di se nga i erdhi. Në tinojnë tuaj kanë patur konflikte? Jo. Ajo herën e fundit i piu kafe tek mua, më tha pak do rritha se do ikin se kam burrin smur, kam shefitin smur. Nuk e di se nga i erdhi pastaj. Ku ka ardhur djali më i vogël? Djalin nuk e di se unë rri në punë. Fëmia i tyre i madh kush është? Arjani. Ai është në Greqi, Të gjithë fëmijët ajo i kanë në Greqi, në Angli ka një çunë dhe 3 vajzat i kanë në Greqi. Një vetëm ka në Shqipëri. Kishte kontaktet vazhdueshme me fëmijët? Po kishte, ajo qante, për vajzën e madhe i qante, se kishte pa fëmijë dhe qante sa herë. Vajza e madhe është në një fshat Berati të ndë lartë, nuk e di. Domethënë nëse flasim për ato pjesën e djalit vogël, ishte mbaruar në shkollë, ishte penduar? Jo, në Greqi ka qenë tërkohën, këto muajin e fundit e kam parë që ka qenë këtu me këta. Bën vakite mund se ka pasur me djalin, është hedhur për djalin, se çdo nen për fëmijën bëhet copa dhe këtu kanë qenë sherrët, ta mundani, nuk e di saktë. Emri juaj Natasha. Po mi emri Natasha? Vrapi. Faleminderit shumë. E dashur, sot është dita që janë hapur dyert e mortit. Trupat e 2 të ndjerëve ndodhen në të mbanesë? Vetëm dashuria është këtu, kurse shefitin e ka lënë djemët e kanë lënë mort. E ka lënë sa të qetësohen, pasi dhe marrin, nuk e di se mora. Ka një situatë tensionuese mes dy fisëve? Ata fisi shefitit nuk ardhë fare këtu. Vetëm janë njerëzit e dashurisë, vëllezërit, motrat, mbesat, nipër, këto. Jeni të rënditur? Unë dije të them të drejtën se kisha pak tokë andej dhe vajta pa shëlli. Edhe kur i ka ishte qetësi, kur u ktheva, vetëm pa shulërima dhe dje se më kishin pirë dhe rrishin. Edhe i thash burrit që qëndroj një çik ti ndajmë se gjuna. Po më vinte keq edhe kur mora vesh, kam qarë për atë grua. Se ishte zonjë.